Unë ju bëj një thirrje shqiptare, një thirrje qytetare, nga ky shesh që nuk ka flamuj të tjerë përveç flamurit më të bukur në botë dhe flamurit të ëndrrës më të bukur në botë. Që të bëhemi bashkë njësoj si 5 gishtat e kësaj dore, për t'i dhënë të nesërmes ngjyrën e fatit evropian të Shqipërisë. Pikërisht në javën e fitores son, që do të mbyllet në këtë shesh nga vetë Europa, e cila në 16 maj për herë të parë në histori do ta ngrer tendën nën hijen e profetit. Dhe në atë tendë do të ulen në një sofër të madhe të gjithë udhëheqësit e popujve të kontinentit demokratik evropian. Prandaj le t'i lëmë këtë herë, le t'i lëmë për herë tjetër pas kësaj here të paktën llogoret partijak. Le t'i harrojmë këtë herë fanellat e tifozllëkut partijak. Le të ngrihemi këtë herë të gjithë së bashku në lartësinë e takimit me historinë që na ka ardhur në derë, dhe le të mos lejojmë kurrësi në asnjë mënyrë që porta e hapur e shtëpisë madhe të Europës Bashkuar të mbyllet për shkak të shpërqendrimit ton nga shënjestra e përcaktuar e fatit Shqipërisë, qysh kur ai burr atje lart mbi kal la për brezat profecinë e tij. Vetëm duke realizuar këtë profeci kombëtare, e cila është përkthyer në dhjetra qindra mira tekste të shkruara nga luftarët e mendimit shqip, për cilën koha spret dhe dasi nuk pranon, ne do t'jemi në lartësinë e duhur për historinë. Vetëm duke e quar në vend ata amanet, ne do t'jemi të denjë për etrit që na dhan emrin, na dhan alfabetin, na dhan flamurin, na dhan Shqipërinë. Dhe do të meritojmë më në fund, se nuk e kanë merituar, po ta mendosh, shumë nga ata që e kanë marrë peng këtë vend dhe e kanë kthyer me syt nga Azia, do të meritojnë nga zëllimin e tyre, që më bukur se kudo tjetër shprehet me fjalët e pavdekshme të Gjergj Fishtës përsëri. Si erdh të urrejq mendja shqiptarit prap për të gëzuar lirinë jetike, trashëgim lan atij prej të parit. E sa u ba gjaku e Medeti, sa u tuer rrena dhe tradhtia, derë që duel Shqipnia në veti, si premtue kish Perëndia. Dhe pastaj vjen fjalia rënqesë, të falem Shqipni, ti shpirtit tem dashuri. Besojni kësaj profecie, motra e vëllezër, besojni kësaj profecie shqiptare me bindje dhe kraje e tjera, besojni këtij momenti ndryshe, se është ndryshe jo për ne dhe as për ju, po është ndryshe për Shqipërinë tonë përbashkët. Dhe bashkohuni me shumicën tonë. Besojni Shqipërisë 2030 në be. Braktisini profetët e rrem. Braktisini qënjet qesharake, që predikojnë madhështira qesharake, apo që ofrojnë barna popullore për hallet dhe problemet tuaja, të cilat mund t'i zgjidhim vetëm së bashku dhe vetëm bashkuar për të qenë në lartësinë e historisë së Shqipërisë me Europën dhe të Europës me Shqipërinë.
Sot të shkoa për këtë besim të lartë. Është një besim shumë i lartë. Më shumë se kur sot është dita. Dita që Naimi e pa. Dhe unë gazullye kur këndoj. Ja ke vërtet. Pse rrie qetë për Shqipërinë ditë e mira pas këtaj vinë. Shkoj e rësira lumë kushtërojnë të shozonjë. Dhe zonjë Shqipëria bëhet kur ne, bi dhe bijat e saj, t'ja vendosim mbi kokë kurorën me 12 yjet që flamuri europian i uazoi kurorës së zojës lartë në qelë